Janë më shumë se 610.000 fletë votimi të qarku Tiranë e Fier, të cilat do të rinumërohen, e një proces ky sipas kryekomisionerit Ilirian Celibashi, që mund të zgjasë rreth 20 ditë e do të zhvillohet në Pallatin e Sportit Faria Hoti. Kemi parashikuar që të ngrihen rreth 24 ose 25 grupe numërimit, të përbërë nga 2 antarë të stafit të KQZ-s, të administratës së KQZ-s. Pjesa më e madhe e tyre do të jenë stafi i përhershëm, po do të ketë angazhim edhe nga stafi i përkohshëm në këtë proces. Por do të ketë një kosto procesi i rinumërimit. Për këtë kryekomisioneri Celibashi thotë se KQZ nuk do të kërkojë fonde shtesë, pasi ka kursyer nga vota e diasporës. Një proces ky për herë të parë në Shqipëri, por që siç thekson kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shkoi më së miri. Kemi kursyer mjaftueshëm fonde nga procesi i votimit nga jashtë, nga kontrata që kemi patur me operatorin e shërbimit postar, po dhe aspektet të tjera këtij procesi, po dhe të procesit zgjedhor në tërësi. Nëse nuk gaboj, janë tek rreth 1.5-2 milion euro të kursyeara. Vetëm për pagesën e operatorit të shërbimit, për kontratën e lidhur me operatorin e shërbimit postar. Organizimi i rinumërimit do të kryhet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku dhe lejet vjetore të punonjësve janë anuluar, ndërkaq përsa i takon pretendimeve të ngritura nga palët, pas rivlerësimit të procesit të rinumërimit, kompetencat i takojnë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve.